Në Katedralen Ngjallja e Krishtit, në Tiranë, është kryer hirotonisja e episkopit të Amantias, Hirsi Ignatit. Gjatë fjalës së tij, Hirsi Ignati u shpreh se puna e peshkopit është një privilegj, por mbi të gjitha një përgjegjësi. Hirsi Ignati tha se prania e një peshkopi do të jetë mbështetje dhe bekim për çdo përpjekje dhe dialog për mbarvajtjen e paqes aq të dëshiruar për njerëzimin. Se do të ruaj mbajtjen kishtare dhe se gjatë gjithë jetës sime nuk do të mendoj në asnjë mënyrë kundër saj, duke ndjekur në çdo gjë dhe duke u bindur fortëmërisë së tij, kryepiskopit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, im Zot Joanit. Për më tepër, duke premtuar me frikë Perëndie e me ndihmë Perëndidashës se do të ruaj veten time të pastër nga çdo lloj dyshimi të ligë me sa fuqi kam. Fortlumturia e tij, kryepiskopi Joan, gjatë fjalës së tij, tha se peshkopi është një pasardhës i apostujve dhe vazhdim i linjës së tyre. Kryepiskopi Joan theksoi se detyra e peshkopit është gjithmonë të shërbejë dhe jo të sundojë. Duhet mos harrojmë që peshkopi është një pasardhës i apostujve, sepse linja e pandërprerë nga apostujt deri tek peshkopët në Kishën Ortodokse është gjithmonë e vazhdueshme. Dhe detyra e apostujve ishin të dërguar, po të dërguar për çfarë? Të përhapnin ungjillin, e të përhapnin fjalën e mirë kudo. Sot më shumë se kur bota ka nevojë për këto fjalë të mira, për t'i përhapur me fuqi edhe pa frikë. Çdo kush që ka frikë Perëndin nuk i trembet njerëzve. Ata që s'kan frikë Perëndis shpeshherë tremben nga njerëzit. Dhe fuqia që na jep dashuria për Perëndis është shumë e rëndësishme. Detyra e peshkopit është pikërisht që të shërbejë, jo të sundojë. Shërbimi është shumë i rëndësishëm, sepse njerëzit kanë nevojë për shërbimin, me anë të fjalës, me anë të veprave, me anë të mbështetjes e me gjithçka tjetër. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse nën kryesinë e fortlumturisë së tij, kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, im Zot Joanit, u mblodh në 28 prill dhe zgjodhi me vota unanime arkimandritin Ignat si episkop të episkopatës së Shenjtë të Amantias, i cili, sipas statutit të kishës, do të jetë antar i Sinodit të Shenjtë.